Përshëndetje. Në çdo martesë, pa përjashtim, jetojnë dhe prindrit e secilit partner, jo fizikisht, por psikologjikisht. Edhe kur ata nuk janë të gjallë, prania e tyre vazhdon të ndikojë. Njerëzit futen në martesë me një valixhe të padukshme që përmban mënyrën si janë trajtuar, dashuruar, kritikuar, shpërfillur apo përkëdhelur në fëmijëri. Dhe kur kjo valixhe hapet në të përditshmen e çiftit, del në pa ajo që quhet përsëritja e modelit prindëror, një nga mekanizmat më të fuqishëm edhe të pavetëdijshëm në psikologjinë e marrëdhënieve, e kaluara që s'ka ikur ende. Fëmijëria nuk mbaron në momentin që njeriu rritet. Ajo vazhdon të flasë përmes mënyrës si dashuron, si grindesh, si fal dhe si reagon ndaj zhgënjimit. Partneri nuk është njeriu jetës, por më shpesh është pasqyra e modelit që ke përjetuar në shtëpi. Nëse je rritur me një nën kritike, mund të përfundosh me një partner që të kritikon. Nëse ke pasur një baba emocionalisht të ftohtë, mund të zgjedhësh dikë që të shmang ose nuk të afron. E bën pa e ditur, si një kërkim i vazhdueshëm për të rregulluar të kaluarën. Në psikologji, kjo njihet si kompulsion përsëritjeje, një përpjekje e pavetëdijshme për të krijuar situata të dhimbshme, të dikurshme, me shpresën se këtë herë do ta kontrollosh, do ta ndryshosh, madje do ta shërosh. Por shpesh përfundon njësoj, në të njëjtën skenë emocionale me aktorë të tjerë. Dashuria si krijim, jo si zgjedhje. Shumë njerëz mendojnë se zgjedhin partnerin me zemër, por në fakt zemra ka kujtesë shumë më të gjatë se arsyeja. Ajo një ndjesi të familiarizuara. Kjo është arsyeja pse një person i rritur me tension, britma, me dramë familjare, me një ndjenjë tërheqje ndaj një marrëdhënie ku ka po të njëjtin ritëm emocional, jo sepse është më i shëndetshëm, por sepse është e njohur për të. Trurje përkthen njohurinë si siguri dhe kur ajo është toksike. E di këtë ndjesi, thot patvetdia. Kështu dihem që kur isha fëmijë. Dhe kështu dashuria kthehet në ritual të përsëritur të traumës së dikurshme. Të jap një shembull konkret. Një grua që është rritur me një nën kontrolluese, shpesh bëhet vetë kontrolluese në martesë ose kundërta. Zgjedh një burr autoritar që ta ndjejë sërish këtë strukturë të njohur. Një burr që është rritur me një baba të dhunshëm mund të mos ngrej kur dorë, por e ngre zërin në të njëjtën mënyrë me të njëjtën ftohtësi. Një grua që është e ndjerë e padukshme për prindrit e saj mund të zgjedh partner që e shpërfillin, duke e detyruar të luftojë për vëmendje, njësoj si dikur. Një burr që ka pasur një nën shumë mbrojtëse, shpesh martohet me një grua që e përkëdhel, e mbron dhe jep ndjesinë se është i veçantë, por me kalimin e viteve, ajo marrëdhënie bëhet mbytëse. Në të gjitha rastet, personi nuk po dashuron partnerin që ka përballë, po figurat e fëmijërisë që ka brenda vetes. Rrënjët psikologjike të përsëritjes. Përsëritja e modelit prindëror nuk është rastësi, por mekanizëm mbijetese. Fëmia që dikur s'mund të kontrollojë dot prindin, përpiqet si i rritur të kontrollojë skenarin. Ai kërkon të përjetojë po të njëjtën situatë, por këtë herë me një fund ndryshe. Problemi është se zakonisht skenari nuk ndryshon sepse reagon me të njëjtat mekanizëm mbrojtje. Me heshtje, shmangje, përkulje ose shpërthime, ashtu si dikur. Në thelb njeriu që s'ka përpunuar fëmijërinë nuk zgjedh dot ndryshe. Ai thjesht përsërit. Martesa si laborator psikologjik. Një martesë është një laborator ku shfaqen plagët e dy fëmijërive. Partner që përballen jo vetëm me njëri tjetrin, por me gjithë sistemin emocional që secili ka trashëguar. Nëse njëri kërkon afërsi, tjetri do pavarësi.
Njëri vrapon pas dhe tjetri largohet. Këto nuk janë mos përputhje karakteresh, janë dinamika të trashëguara, janë mënyrat si secili mësoj të krijojë dashurinë. Në terapinë me çiftet, pyetja më e rëndësishme që unë bëj nuk është çfarë bëri ai apo ajo, por ku e ke parë këtë sjellje për herë të parë. Shumica e njerëzve e kuptojnë se nuk po reagojnë ndaj partnerit, por ndaj versionit prindëror që partneri përfaqëson në mendjen e tyre. Roli i ndërgjegjësimit. Vetë ndërgjegjësimi e ndal përsëritjen. Pa vedije, njeriu si një aktor që luan në një film të vjetër, duke besuar se është premier. Ndërgjegjësimi fillon me pyetjet si: pse më acaron kjo sjellje kaq shumë? Kë më kujton ky ton zëri? Ku e kam parë këtë dinamik më parë? Në momentin që kupton se nuk je duke folur me partnerin, por me të kaluarën tënde, fillon transformimi. E kaluara humb fuqinë, sapo i vështron drejt në sy. Kur dashuria bëhet edukimi i dytë emocional. Në çift njeriu ka shansin të mësoj dashurinë nga e para. Partneri nuk është vetëm bashkëshort, por pasqyrë terapeutike, një mundësi për të reduktuar veten emocionalisht. Nëse dikur nuk të dëgjuan, tani mund të kërkosh dëgjim. Nëse dikur të mbyllën gojën, tani mund të mësosh të flasësh. Nëse dikur të kontrollonin, tani mund të mësosh të mos kontrollosh. Por kjo kërkon vetdije, jo fajsim. Kërkon të shohësh plagët e tua pa e bërë partnerin përgjegjës për to. Trashëgimia e padukshme. Shumë çifte shqiptare e përsëritin modelin prindëror për shkak të presionit kulturor. Në shumë familje, ndarjet nuk ishin opsion. Gratë duhet të duronin, burrat kishin gjithmonë të drejtë, dhe fëmijët mësonin që dashuria është sakrificë, jo ndjenjë reciproke. Kështu dhe brezi i ri rritet me idenë se dashuria kërkon durim. Grindja është pjesë e martesës, se burrat nuk ndryshojnë, apo nëse nuk duron, nuk je grua e mirë. Këto janë dogma të brendshme që njerëzit i marrin në martesë pa i kuptuar, dhe çdo brez i ri paguan faturat emocionale të brezit të vjetër. Ndërprerja e këtij zinxhiri. Përsëritja e modelit prindëror ndalet vetëm kur dikush vendos të mos e përsërisë. Jo me fjalë, por me veprime. Kur ndalon të ulërasësh sepse dikur ulërit mbi ty. Kur mëson të kërkosh falje, edhe pse askush të ka kërkuar ndonjëherë falje. Kur vendos të mos përulësh partnerin, edhe pse baba yt e bënte me nënën tënde. Kur zgjedh të komunikosh, jo ta kmerresh. Kjo është ajo që psikologjia e quan shërim ndërbrezëror, kur një brez i ri nuk trashëgon më dhimbjen model jete, si e kanë marrë nga prindit e tyre. Martesa e shëndetshme nuk është pa konflikte. Shumë mendojnë se një çift i shëndetshëm nuk grindet. E kundërta është e vërtetë. Çiftet e shëndetshme përballen, por nuk e përdorin përballjen për të shkatëruar tjetrin. Ata e kuptojnë se çdo konflikt është një ftesë për të parë diçka të vjetër që është shëruar. Çdo grindje është një mundësi për të pyetur çfarë më preku mua kaq shumë dhe pse. Nuk ka terapi më të fortë se sa një marrëdhënie ku të dy janë të gatshëm të shohin veten në sy. Dhe si përfundim, nga përsëritja tek zgjedhja. Në fund dashuria e vërtet fillon aty ku përfundon përsëritja, kur e kupton se partneri nuk është më as baba yt, as nëna jote, por një njeri më vete. Përsëritja është automatike, dashuria kërkon ndërgjegje. Kush e kupton këtë, fillon të përdorë martesën jo si fushë betejë, por si një proces vetërritjeje. Nëse në fëmijëri s'ke marrë kur dashuri, atë dashuri që të duaj, nuk do ta gjesh duke kërkuar atë te partneri, por duke mësuar si ta japësh vetë, sepse plagët që nuk i shërojmë i duam, dhe i duam aq shumë sa i rimari me vete në çdo dashuri të re, derisa në fund të vendosim të shërojmë dhe jo t'i përsërisim. Miq, këto do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen.
Nëse u pëlqeu, mund të bëni dhe komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që e hedh her pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.